Në ambientit të Bashkisë Elbasan u zhvillua dëgjesa e parë publike me grupet e interesit për konsultimin e konceptit të projektit të rivitalizimi i Kalasë së Elbasanit, një projekt që mbështetet financiarisht nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Në këtë dëgjesë ra në sy pjesëmarrja e konsiderueshme e vetbanorëve të lagjes Kala. Projekti ideja e hartuar nga arkitekti Emre Arolat, sipas studios projektuese synon transformimin urban dhe restaurimin e zonës historike të Kalas duke ruajtur pasuritë ekzistuese. Kryetari i Bashkisë Gledian Llati hapi takimin duke theksuar se do të ketë edhe një dëgjesë tjetër pas reflektimit të dëgjesës së parë. Dy projektuesit e ndryshimeve për rivitalizimin e Kalasë të financuar nga ADF prezantuan ndërhyrjet në projektin që prek dy arteret kryesore të zonës historike të Kalasë së Elbasanit. Elementet vetore dhe artefaktet që i shihin në djathtë janë disa prej shembujve që aktualisht janë në zonën e Kalasë dhe janë përforcët kryesore për të ruajtur pjesëmarrjen e editesës në Kapa. Gjithashtu ka dhe përdesë për të gjithë shërbimet që mbështesin të shesh, duke siguruar që hapësirat funksionojnë në mënyrë aktive dhe mirë gjatë ditës dhe natës. Dhe në rastin caktuar funksionon gjithashtu edhe si mobilje urbane, le të themi, ose si hapësira për shkallje, duke u bërë pjesë e jetës urbane të përgjithshme. Kjo dëgjesë ishte një përballje mes institucioneve dhe komunitetit. Bashkia e Elbasanit e konsideron projektin një investim me ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e zonës historike të Kalasë, ndërsa për banorët prioritet mbetet ruajtja e pronës, identitetit dhe e drejta për të dëgjuar përpara se të merren vendime që prekin jetën e tyre.